vajzë simpatike cila vjen për herë të parë në Zoom. Bëhet fjalë për Genta Azizi, cila flet për projektin e saj më të ri, Ti sje. Jo zotë prisja po ta dija. Atë njohim edhe si tek shkruese, ku shkrimin e pati pasion prej e vogël. Nuk është se e kom realizu tash si këngë me tekst muzik, e kom realizu para 3 vjetë kështu. Kom fillu me punu, mandi derisa përfundova rreth 1 vit kështu. Edhe mandi këtë vit vendosa një bashkangjit një videoklip, producent ka qenë Qipse, që falenderoj shumë, se kur kam shku në studio e kam dëgju edhe kënga ka qenë pak ashtu shumë ngadale kur e kom realizuan, kur e ka produksionin e kështu kur e ka përfundu, më ka duke ndryshe se kom ditë që është kënga jam, ka ndryshu pak, më thonë, është kjo kënga jam, se kjo e lëshoj kështu këngë me ndëgju që me i qëzu në studio, o nuk i një shakange se kishë ndryshu ko gja, kishë zonë një frym tjetër. Ajo më tutje tregon se duhet gjetur një pike përbashkët mes producentëve. Sigurisht që personat me cilët bashkëpunonin përshtatën llojit të muzikës që ajo e bën. Prej e vogël me muzikë e në mënyrë profesionale në shkollë të mesme. Bile Gentën e keme dhe tekst shkruese. Mandi Akademin e Arteve dhe masterin e kom mbaru tash për muzikë. Ndërsa me shkrujt e kështu, ndoshta prej 4 viteve, 5 viteve të fundit, ama me shkrujt kam shkrujt prej se kam qenë e vogël. Poezia, diçka. Po e kam lani kohë, nuk është që jam marrë. Po, tash ma shumë edhe one nuk është vetëm kohët e fundit, to 6 vjet e fundit ma shumë jem duke marrë pak me muzik live e kështu këngë. Gentë moj, a i ke dedikuar dikujt ndonjë tekst? Dedikim, o nuk e di për të shkruesit e tjerë, po ndonjëherë po, pse jo. Se diçka nuk e di si ata inspirohen, apo e kanë vetë ashtu që, po mendoj që duhet me pas diçka një frymëzim që me fillu diçka, ose ndonjë ndodhi të ëndër, ose edhe ndonjë ndodhi tjetër kujt, po ndoshta ma shumë tek vetja njerë, mandej vazhdon tek tjerë. Por nëse flasim për muzikën live, sa dallon prej klipeve që ajo realizon? Po, dallon shumë, është ma përgjegjëse, mendoj, është ma përgjegjshme kur je duke këndu live dhe je aty për atë, është ndryshe pak e ndërsa kështu me xhirua diçka e kime ndërprerje, ndonjëherë kur është mirë bën ndërprerje, kështu që normal është ma përgjithësi live më shumë. Kur jemi tek performanca live, Genta së fundmi ka filluar të jetë prezente edhe në dasma, e për emisionin në Zoom i thot për shtypjet e saj. Unë për momentin nuk e di edhe nga jem të shku kështu si drejtem, po ne si popull, gjithë i dim të këngë edhe nuk kemi ku me shku, ma largë, se jemi pjesë e kësaj. Deshtëm apo nuk deshtëm, ne edhe ndasma të gjithë çfarë do zhanri që ne këndojmë, i këndojmë ato këngë, edhe në shtëpim do shta ndonjëherë, kur jemi gëzu që ma diçka. Unë kom fillu, po tash të esha apo më përshtatet, edhe a mundi me vazhdu, apo esha vetën, po ende nuk jam ashtu 100% edhe nuk e di edhe rrjedhën e muzikës, të shoh. Genta nuk bën pjesë në asnjë label, ajo vetë financohet, e kjo na qenë ka arsyeja kryesore që ka ardhur deri te ky vendim. Nuk e di pse, ndoshta nganjëherë nuk e përshtat me disa kërkesa me gjetë një gjuhë përbashkët, diçka s'është përshtat e on ose tek ata. Po nuk e kom marrë ashtu shumë për momentin jo. Gjithsesi me shku me një label, po nuk e di të ardhën tash. Për ndryshe dhe motra Gentës është këngëtare aktive, por a do t'i shohim dy motrat Azizi në duet? Po, dhe motra ime është këngëtare dhe edhe është aktive kështu edhe me mbrojtje live dhe me televizione, me këngë. Unë e pa ta realizu një këngë, mirë po si ide kështu tekst muzik jo diçka në studio, po diçka se nuk ju do që është zhanri të saj, priti diçka, tash po presim diçka që i përshtatet edhe asaj të realizojmë, po e kam pas mendje dhe po besoj ta realizojmë një këngë. Dallimi ndoshta këndojmë njëjtë, e kena pra si me thonë timbre pak a shumë,
disa meliza kështu. Mirë po une jam pak ma gjithë përfshirëse, ndërsa ajo i kod është pak jo gjithçka, nuk i pëlqen. Çdo zhanër, i ka pak disa ndalesa kështu. Ndërsa unë jam pak, kam dëgju shumë zhanret ndryshme edhe unë jam ma gjithë përfshirëse.